Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se paka minimale në Shqipëri do të arrijë në 500 euro në janar të vitit 2026, duke u shprehur i sigurt se kjo do të realizohet përmes një vendimi qeveritar. Gjatë një takimi me bizneset, Rama ka vlerësuar rritjen e pakave në vend që nga viti 2013, kur ai mori detyrën. Pakën minimale kishim 157 euro, kemi 400 euro dhe në vendim, siç e kam thënë më parë, në qershor do të bëjmë 500 euro duke që do të hyjë në efekt nga janari 2026, pakën minimale. Rama të gjithë ata që akuzojnë se s'ka bërë asgjë tjetër në 12 vite. Nuk do të dëgjojë, nuk dëgjon, është më shurt se sa ai që realisht ka probleme me dëgjimin. Kush nuk do të shikojë është më i verbër se sa ai që ka probleme me shikimin. Dihet kjo. Ndërsa me një ndjekës nga Kosova replikoi për lidhjet me politikën serbe. Ja, është një pjesë e juaj atje në Kosovë që, siç themi ne këtej nga anët tona, nuk mbush. Nuk mbush, kështu që nuk kam fare çfarë i bëj dhe nuk jam fare i keqardhur, sepse është e kotë ti për të përpiqesh ti bindesh. Por është një pjesë që nuk është shumica. Edhe fatkeqësisht ekziston, por edhe fatmirësisht ekziston, se shoqëri nuk mendojnë gjithë njësoj. Liri, demokraci, çdo njeri ka mendimin e vet, po ti arsim, se ke edhe emrin provokativ shumë, edhe quhesh arsim, edhe flet si parsim, duhet ta dish që e gjithë kjo historia e miqve të mi çetnik është një budallëk me brirë, edhe thjesht të bën ty dhe cilin do që komendon si ty shumë qesharat. Rama i nisi dhe mbylli komunikimin e tij me ndjekësit virtual me një këshill, pasi lajmëroi se TikToku është përfundimisht i mbyllur si aplikacion në aparatet celulare.